Thot kam një mëkat të përsëritur vazhdimisht që është larg syve të njerëzve, po më prangos dhe mundon shumë. Para njerëzve po dukem i devotshëm, mirë po në vetmi nuk është ashtu. Thot vjen turp prej vetes, familjes, prej xhamatit, më pa në xhami, vjen shumë rënd mi kërku falë Allah sepse mendoj që apet ka më dështu pas pak kohë, sepse kështu ka ndodhur vazhdimisht edhe se pe trajtoj të upën si tallje. Më duket vetja munafik, piklohom shumë për imanin tim, fatin tim në ditë kiamit. Largimin nga Allahu, mirë po më shumë ti me pikloni natë sepse nuk po mundem me i nështru Allah nëse mundesh një këshin. Kjo vëllazër që gjendja e njeriut, ban që që të mundon fakti që ti po i bën gjunah Allahu subhanahu wa taala, kjo është shenjë e imanit. Kjo është shenjë e imanit, nuk është shenjë, kjo gjendja jote nuk është shenjë e nifakut, ma nuk je dyftysh. Njeri që i bën mëkat Allahut, do thonë kur është në vetmi, nuk është kjo shenjë e nifakut të madh, që njeri nuk është besimtar. On para njerëzve më parasit që je i devotshëm, pastaj kur je në vetmi, i bën gjunah. Pse vëllazër njeri bën gjunah Allahun në vetmi? Pse nuk guxon me nuk guxon me ndërmarrë një mëkat kur është para njerëzve? Se Allahu ai e din se Allahu çka, edhe pse të sheh çka është, i mëshirshëm, Allahu çka të mbulon. Ta mbulon të metë. Që ata mbështeten çka në atë mëshirën e Allahut subhanahu wa taala. E para njerëzve din se nëse e bën atë gjunah njeri çka, të bën hor, domethënë ta përhap gjunahun. Po Allahu vëllazër çka ti mbulon, kurse njerëzit çka ti përhapin të metat. E çka është një prej shkaqeve që njeri domethënë sadopak e merr guximin që me i bë gjunah Allahu subhanahu wa taala kur është në vetmi. Nuk do të thotë që kjo është në rregull, se kjo është defekt i madh edhe kjo. Ose ti domethënë ki mangësinë bindjen se Allahu po të sheh, ki mangësinë domethënë turpin që duhet me pas prej Allahu subhanahu wa taala. Mirë po në aspektin e imanit vëllazër, duhet me pas kujdes, domethënë mos me besu që je munafik. Jo, nuk është kështu që në fakut. Por derisa të mundon gjuna që je duke bë, të mundon edhe të vjen rënd. Edhe kjo është e imanit, tona ka tregu vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ka thënë nëse gjunahu që e bën, do të thonë çka të mundon edhe të vjen rënd për shkak të tij. Edhe të gëzon vepra e mirë kur e bën, thotë ti je besimtar thotë. Kjo është e imanit. E shtoja kësaj faktin që ti po tregon se pendohesh, po të vjen keq, domethënë po të vjen keq kur del shu para njerëzve, mirë, kështu është kjo është e imanit, mirë, po edhe kjo është e mirë. Rahmukallah. Kjo është e mirë. Po kur njeri po sa ta bën gjunahun çka pendohet, edhe nuk e lën domethënë që me e shty pendimin për ma vonë, edhe mos më pendohet. Kjo është e mirë. Mirë, po hala më e mirë se kjo është njeri mu largu prej gjunahut. Po. Kjo është më e plot. Ti do tash duhet me shiku vëllazër se ku e kia defektin. Çka është ajo që po të nxit ti me ran gjuna? Defekti kryesor dhe pse njeri i bën gjunah Allahu subhanahu wa taala është dija e mangët që e ka për Allah. Edhe bindja e mangët që e ka në Allah. Turpi i mangët që e ka në Allah. Dija e mangët që bindja e mangët që Allahu po të sheh. Para mendoni vëllazër, sikur të kishun pas kamera të instaluara në shtëpihat tona. Edhe që ato veprimet që ai bajmë në shtëpitë tona, më u shfaq dikujt, për shembull policisë apo çfarë do të thotë, edhe pastaj me pasu gjoba apo penalizime në bazë veprimeve që ai bajnë në shtëpitë tona. Si kish me kanë gjendja jonë? Radio do se cili do të më tregojnë se çfarë më tregu. Si kish me kanë gjendjen? Nëse e din se kim penalizu, domthon materialisht në aspektin e të hollat. Kish mu rregullu çdo gjë. Andaj për çti aspekti vëllezër ti duhet me ngrit çat bindjen se Allahu po të sheh. Edhe turpin prej Allahu subhanahu wa taala. Pejgamberi sa më ka thënë turprohu prej Allahut, ashtu që turprohet turprohesh për një njeri që ka pozitë shumë te ti. Për një që ka pozitë shumë madhe, domethënë që turprohesh me të pa një gjendje të caktuar, thotë që ashtu turprohu, ka dashur me ia thështu këta pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Sa dietarët kanë përmendur thonë se nuk ka thonë ajete në Kur'an të cilat e zbrapsin më shumë njerin nga gjunahet se sa ajetet ku Allahu tregon se Allahu sheh çdo gjë. Vetëm jeta me si ndërmend se në momentin kur je duke e bë gjunahin, Allahu është duke pa kish me mjaftuar që njeri s'ka mu turpru, me të marrë prej Allahu subhanahu wa taala. Pastaj engjëjt që i ki me vete të shohin, edhe janë duke shënuar çka je duke bë. Sa pejgamberi ka thënë turprohuni prej atyre që i keni shoqëruesve, kiramen katibin. Turprohuni se ata që i keni vazhdimisht në vete, donin krijesa të pastërta. On ti bën gjuna, në mënyrë e detyron ata që ai me shikuar se ai duke bë edhe çka me shënu, në regjistë që ai duke bë. Do të më turpro edhe për këtë aspekt, për engjëj. Edhe mos më e pa të mund gjuna diçka si të lehtë. Kisha këshilluar më u kthy aty serisë ligjëratave që kemi mbajt tek smundja edhe ilaçi.
Ibn Kaimi rahimahullahu dhe aty përmend domethënë disa shkaqe madhështore, sidomos domethënë për mëkatet që i kryen njeri kur është vet, turpin që do të pas prej Allahu subhanahu wa taala, se si me i te i kalu ato. Bëron krye tyre vëllezër është lutja, lutë Allahun sa më shumë, që me ta forcu zemrën. Sipas kohën që po jetojmë, thonë kohë e fitneve, kohë e domethënë epsheve, kohë domethënë dyshimeve. Njeri sado që ka dije, sado që ka informata për fenë Allahu subhanahu, nëse ja lëshon frenat vetit, edhe e liron shikimin, edhe e liron dëgjimin, edhe nuk i vënon vetit kufi se çka po sheh, çka po dëgjon, çka po lexon, vëllazër, zemra është, zemra shumë e dobët, zemra, sa selefin kanë thënë, mu largu nga vendet ku domethënë çka përhapen dyshime. Lidhur me fenë Allahut apo ku përhapen epshe, thonë se el qulubu dha'ifa, kanë zemrat janë dobta. Shkon për atë kohë vëllazër kanë folë atë. Ka thënë wa shubuhat khattafan, ndërsa dyshimet janë që të rrëmbejnë. Ti thu hajt pe kuriozitetit, hajt i kthyesh çka ka shkruar filani mirë, po të bëhet çka një pikë në zemrën tënde. Të futet çka një dyshim, një diçka dhe të mundon tonë jetën, nuk mundesh më me hjek privin. Çfarë duhet të pas këtë? Kapitali yt kryesor është imani. Ruaj imanin tënd. Mos e ekspozo ndaj provave. Ruaj shikimin, ruaj dëgjimin. Kime çka merresh boll. Pse domethënë kurioziteti me nxit edhe më fund në xhan aty. Angazho, mos lë kohë të lirë. Një prej fakteve edhe pse njerëzit bajnë gjunahe, që më thash është gjunahu i shikimit, kur njeri në shikimit haram, kur njeri është vet, apo dëgjimit haram, është se kanë kohë të lirë boll. Do njeri i cili kur të vetmohet, shikon, do pamje ndalume, apo dëgjon gjëra ndalume, edhe i bën gjunah Allahu subhanahu wa taala. Kjo është shenjë se ai ka kohë të lirë boll. Shkon nëse don mu largu një prej shkaqeve është që me angazhu veten. Mos me lan veten të linë. Angazho aq shumë, lodhe gjatë ditës, saqë kur kthehesh te shtëpia, mati nuk menon qysh me hap atje telefonin apo kompjuterin, i bë haram Allahu mirë, po menzi s'pres ka me radhë me fjet. Edhe bën një program cili shu i përmbash. Edhe me kalimin e kohës e vren se nuk është diçka e pa të i kalueshme kjo gjendje. Mirë, po defekti është se te vendosmëria dopt. Do të një sprovë që shfaqet edhe më një herë çka bën to. Po më angazhuar se një prej shkaqeve që njeri i bën gjunah Allahut është mos angazhimi. E kjo është një prej kurthave të shejtanit. Kur të mundohet me të largu prej angazhimeve, me të lanë kështu batall. Me të lanë që ti veç mu bredh kot, pastaj e ka shumë lehtë me të fund gjunah. Se njeri nuk mundet me nejt domthon pa bërë kurrë. Ose kemi u angazhuar me punë të mira ose kemi u angazhuar me harame.